Sa bukur qaje, hajde qaj prap për shpatin, këngëtari shpërthen ndaj gazetarit. Kur të vdesësh ti? Këngëtari Erik Lloshi ka rrëfyer një situatë teje të pakëndshme që ka përjetuar pas ndarjes nga jeta të mikut të tij, artistit të njohur Shpat Kasapi, duke u shprehur i revoltuar ndaj disa reagimeve që i ka konsideruar të shëmtuara dhe mungesë totale ndjeshmërie. Në një intervistë së fundmi, në një podcast, Lloshi tregoi se pas humbjes së papritur të Shpat Kasapit në moshën 40 vjeçare, ai ishte i ftuar në një emision televiziv për ta kujtuar edhe nderuar figurën e tij. Gjatë asaj daljeje, emisioni e kishte pushtuar dhe nuk kishte mundur t'i frenonte lotët. Por ajo që e ka indinjuar më shumë artistin ka ndodhur pas kamerave. Sipas tij, disa komente që i janë bërë kanë qenë jashtë çdo norme njerëzore. Pas emisionit kam dëgjuar komente si sa bukur qaje, madje më kanë ardhur edhe ftesa të tjera që të qaj prap për shpatin nga një gazetar. I thash që do e bëj kur të vdesësh ti, ka treguar Lloshi. Këto fjalë e kanë revoltuar thellësisht këngëtarin, i cili ka theksuar se është ndjer i fyer nga mënyra se si një dhimbje reale dhe një humbje e madhe personale mund të shndërrohet në spektakël. Ai ka ngritur edhe një kritik të fortë ndaj mënyrës se si disa media dhe individ trajtojnë tragjeditë, duke theksuar se humbja e një miku nuk mund të përdoret për sensacion apo klikime.